Dinamo starton furishëm kampionatin e 71 kombëtar duke fituar në transfertën e kryes 1-3 kundër Kastriotit. Blutë e shkëlqim Muçës janë imponuar më shumë se në lojën e rezultat, por për javën e parë të kampionatit edhe kaq mjafton. Urimi për usht të mbarë kampionatit nuk ka përkuar me rezultatin e skuadrës e Ramazan Dreut përpara tifozëve të tyre. 45 minuta pa shumë emocione të pjesës parë, ku vetëm gol të shënuar e dhuron portieri Krutan me hezitimin e tij. Bakaj provon nga distanca ekzekutimin e një goditje dënimi, që duke një mision e pamundur, por portieri i Kastriotit lejon që topi të shkojë në rrjet, duke u treguar i pavëmendshëm. 1-0 në minutën e 17. Skuadra që vjen nga kategoria e parë goditet më shumë moralisht dhe nervozohet në lojë. Loja kërkuar në kraj nga Andreu nuk gjen ritmin, ndërsa edhe kur krosimet vinin drejt qendrës, askush nuk është aty për t'i shfrytzuar. Turdiu atëherë merr iniciativën në të majtë, diagonale mes fushorit përfundon jashtë, larg portës. Dinamo Cinike mund të kishte ndeshkuar edhe një herë në minutat shtesë të pjesës parë. Kombinim mes Bakajt dhe Plakut, ndërhyrja e mbrojtësit bllokon numrin 19, por përpara të gjithëve vjen Plaku, i cili godet më një herë, por portieri devion në këmbë duke e shpëtuar rezultatin, të paktën për momentin. Krutanët duken më të motivuar në pjesën e dytë dhe vënën presion kryeqytetasit që luajnë në mbrojtje. Goditjet standarde dhe konkluzionet nga distanca janë mënyrat më të mira për të ofruar portës së Kotorit. Portieri Elbasanas bllokon edhe goditjen e Abazajt, duke mbrojtur me kujdes kuadratin e portës. Në momentin më të mirë të vendasve, Dinamo shënon golin e dytë që vret përfundimisht shpresat e Kastriotit për rezultat. Në minutën e 68, Muça kërcen më lart se të gjithë në zhvillimet e një goditje këndi, duke dyfishuar rezultatin. Në disavantazhin e dy golave, kuqezinjt mundohen të organizohen, por pamundur të gjejnë hapësirat mes fanellave të ngjeshura blu, provojnë të godasin portën, ku Kotori është gjithmonë i sigurt. Dinamo mbohet, por kur del përpara janë telashe për Krutanët. Aksioni shpejt në të djathtë, krosimin e qendrës është për Bakajin që pengohet në mënyrë të parregullt, dhe gjyqtari Pashaj fare pranë aksionit mendon se është 11 metrash. Gjithçka në minutën e 80. Nga pika e bardhë tregohet Isak Kuli që shënon për të tretën herë. Në fund ka kohë dhe për golin e vetëm të Krutanëve. 3 minuta nga përfundimi Abaza i shfrytëzon sa krosimin nga një goditje e këndi dhe shënon golin e vetëm. Nuk nis me rezultatin e duhur skuadra Kastriotit, por në fraksion e loje ritmi ka qenë ai i duri dhe ky mund të jetë sinjali pozitiv për Ndreun. E sigurisht 3 pikë në transfert janë ato që i duan Muçës dhe Dinamos në ambicjet e tyre për titull.